Një ditë u aksidentua vjera im dhe të nesërmen burri im, vjera ime, ka marrë një pulë të zezë dhe e theri mes një kryqëzimi dhe e la kokën e pulës ta shtypin makinat në rrugë. Dhe më tha që kështu i kanë thënë. Të lutem, çfarë lidhje ka kjo me aksidentin që patën dhe çfarë duhet realisht të bëhet në tilla raste? Larg budallënjve, në tilla raste më u largu sa më shumë prej budallënjve. Se çfarë lidhje ka therja e pulës kur dikush ka bërë aksident vetëm këta e din, se me fe, me Zot s'ka lidhje. Shif tani, duhet therë pulë e zezë, 1, therë në kryqëzim, 2, të hidhet kokën rrugë që ta shtypin makinat, 3. Do thonë 3 çmenduri njëra mas tjetrës. Çmenduri në kub. Jo çmenduri në katror, po çmenduri në kub. Pula duhet të jetë e zezë, çmenduria e parë. Duhet therë ke semafori, çmenduria e dytë, duhet të hedhë në rrugë që ta shkelin rrotat e makinave, çmenduria e tretë. Sabër, duhet më bë sabër. Çfarë duhet më bën në tilla raste? Duhet falendëruar Zotin. Duhet të ardhë në xhami, më u fal, më u lut, më u çun natën, më falendëruar Allahun që kam pështuar njerëz nga aksidenti. Jo më therë pula, të falët Allahu, të falët Zoti i Madh.